Big Brother është drejt fundit dhe për të folur për këtë kam të ftuar në një lidhje Skype ish banorin e këtij edicioni, Indrit Murati. Indrit, shumë faleminderit për këtë intervistë me Skype. Faleminderit juve për ftesën. Indrit, si po të shkon jeta në Kanada pas daljes nga Big Brother? Mirë, jena rikthyer normalitetit, duke u marrë me punën që merremi këtej, me sportin, mirë, jo keq. Besoj se ju e keni parë Bigun edhe pas daljes tuaj nga shtëpia. Dhe duke qenë se jemi dhe drejt fundit, kam një pyetje shumë të drejt për drejt. Kush mendoni se do ta fitoj këtë edicion? Shiko, Big Brother është një lojë që duhet ta fitojë ai që luan, ai që bën lojën. Nuk është Big Brother një format që matet, mendoj unë, shkolla, formimi profesional ose shumë gjëra tjera. Sepse po t'ishte për atë pjesë duhet ta fitonte Lajrti, po mendoj që Big Brotherin duhet ta fitojë ai që jep më shumë dinamika, ai që jep më shumë zë lojës, ai që ka mbështetjen më të madhe nga publiku dhe siç e shohim edhe nëpër rrjetet sociale, edhe nëpër videot e shikimet e çdo gjë tjetër, nëse i mbledhim gjitha bashkë, mua më rezulton fitues Gjesti, edhe për vetë faktin që ka më shumë se 5 muaj brenda, vjen nga një format tjetër dhe pa vetëm një ditë pushim vazhdon të bëj prap një lojë të njëjtë. Kështu që mendoj që e kam thënë që në fillim që finalja do ndahet mes Gjestit dhe Rozanës, por mendoj që e fiton Gjesti dhe personalisht do doja që ta fitonte Gjesti. Indrit, në televotim për të finalistën e parë janë Rozana dhe Gerta. Kush mendoni ju që do të shkojë në finale e para? Mendoj që do shkojë Rozana. Mendoj që finalistja e parë sot do jetë Rozana. Është përfshirë shumë lojë Rozana, të them drejtën. Herë edhe është kritikuar për mënyrën e lojës nga jashtë, por është përfshirë më shumë. Të vetmën gjë që Gerta ka më tepër se Rozana është që Gerta ka qenë gjatë gjithë kohës koherente në gjërat e saj. Është përfshirë në debatet e tjerëve. Nuk është se ka pas dinamika të veta, të them drejtën, por Big Brother i tillë është, aty je në bashkëjetesë me banorët e tjerë dhe do marrësh pjesë në çdo debat të tyre dhe kudo që gjesh hapësira pse mos futesh, nëse të tjerët ta lejojnë, ajo është zotësia e Gertës, kështu që por mendoj që sonte finaliste e parë do jetë Rozana. Indrit, a ke në kokë 5 emra për finalist që do jenë deri në fund të këtij edicioni? Po, mendoj që do jetë, mendoj që do ketë një kuti Pandore dhe mendoj që një nga të fortit do eliminohen. Dhe varet se kujt do t'i vi kjo kuti Pandore, por unë të shikoj të eliminuar ose Gertën ose Eglin nga 5 finaliste. Mendoj që njëra nga të dyja do eliminohet, sepse nuk mendoj që këtë vit do shkojnë 5 fort ose 4 fort finale. Shoh finalist Gjestin pa diskutueshëm, shoh finalist Rozanën e pa diskutueshme, Laertin, gjithashtu shoh edhe Danjen si finaliste. Mendoj që Egli ose Gerta pastaj, nuk e di, nëse do ketë një kuti Pandore, nëse do ketë një eliminim nga 5 e më të forteve, besoj që një nga të fortet do largohen. Si e keni parë rikthimin e Eglit, se nga kjo që thatë ju, kam përshtypjen që sikur nuk ju ka pëlqyer shumë loja e Eglit pas rikthimit. Duke qenë se vut në rrezik për finalen. Kam qenë realisht sepse un kam pas dhe një marrëdhënie jo shumë, nuk jemi takuar shpesh, por na ka bashkuar ndonjëherë tavolina me Eglin jashtë. Edhe kam qenë realisht i shqetësuar në momentin që u largu nga shtëpia, kam tentuar të lidhem me të, por më thanë që ka nevojë të marr kohën e vet dhe të ri vetëm. E kam thënë që nuk do i bëj mirë rihyrja, sepse siç e pam edhe në për debatet që po bën tani së fundmi, ka degradu, nuk është më ajo vajza që me mbi vlerësim për veten dhe që është fut që të dalë me kokën lart. Debatet dhe degradimet dhe ofendimet që po bën kohëve të fundit mu nuk më pëlqejnë dhe nuk i përshtaten një figure siç Egli,
është rikthy në Big Brother, u rikthy për t'i kthy dinjitetin vetes, po me këto debate që po bën, besoj që vetëm po ja shkel, nuk po ja rrit. Besoj që po del më keq se sa doli. Mendimi im personal. Ka i ndriti një koment për lojën që ka bërë Gjesti deri tani në Big Brother? Shiko, Gjesti ndryshe nga ne tjera që ishim aty brenda, erdhi me diplomë. Erdhi nga një format të cilin e kishte kaluar dhe pak a shumë e dinte se si do e bënte lojën dhe si luhet, si bëhet loja. Big Brother është lojë nervash, Big Brother është lojë e fortë, është lojë dinamikash, është lojë sa mban dhe sa i bën tjerët të çosh në limite që dalin nga vetja. Zarfat e zi tregojnë që ai djali i ka çu disa banor të thyen limitet edhe rregulloren e shtëpisë. Kështu që për mendimin tim është lojtari më i mirë që ka pas ky edicion i Big Brotherit. Indrit ka pasur jo shumë, po ka pasur njerëz që e kanë krahasuar, po themi deri diku lojën që ka bërë Gjesti me lojën e Luizellit. Si e keni parë këtë krahasim? Është me vend apo është tepruar? Jo, ka lidhje, nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare sepse Luizi kishte edhe maturi, kishte edhe formim tjetër profesional, ishte me background më të gjerë se sa i Gjestit, më i formuar, më i kujdesshëm në disa pika. Gjesti është ai djali çapkën, siç kemi qenë gjithë 24 vjeç që luan me nervat dhe me shkon në limitet e nervave të njerëzve. Nuk mendoj që duhen krahasuar. Luizi është unik në llojin e tij dhe Gjesti është unik në llojin e tij. Mendoj që është e pavend ky krahasimi sepse edhe Big Brother si Luizit nuk besoj që vjen më. Ishte një ndër Big Brother që solli shikueshmëri pafund dhe riktheu edhe një herë publikun para ekranit. Mbaj mend edicionin kur ka qenë Big Brother i Luizit, rrugët e Tiranës ishin komplet të boshatisura. Un kam pas një klub aso kohë dhe momentet që kishim prime, domethënë e kaluam të shtunën fillum duke e bë të enjte, kuptoj fillum duke hap të enjte dhe të premte lokalin sepse të shtunën nuk ishte fare njerëz, domethënë shikohet që te klubet dhe që te lokalet, domethënë është një ndryshim totalisht tjetër. Gjesti ka një fanbase komplet mosh tjetër dhe Luizi ka një fanbase komplet mosh tjetër. Kështu që nuk më duket e vënë që të krahasohen me njëri tjetrin. Ta thash, Luizi është unik në llojin e tij dhe Gjesti është unik në llojin e tij. Po që për mua nuk duhet krahasohen. Cili nga banorët, duke qenë se ti i ke parë dhe nga afër, është ndryshe kur është brenda shtëpisë dhe ndryshe është në publik kur është jashtë saj? Shiko, sa do të mundohemi që të futemi në rol dhe dikur do dalim nga roli. Kështu që mendoj që 99% janë vetvetja aty brenda, pasi kalojnë disa ditë nuk edhe harron, e kupton? Është dita e parë, dita e dytë që ti e ke mendjen te kamerat që janë kamera, pas ditës dytë, ditës tretë harron dhe hyn komplet një realitet tjetër të duket si tamam siç e kanë përshkruar si një resort ku po jeton me disa njerëz të panjohur me karaktere të ndryshme. Kështu që mendoj që 99% janë vetvetja aty, nuk ka aktrim. Me kë banor do kishe dashur të bëje një bashkëpunim pas daljes së Big Brother? Them drejtën, mendoj që kam bërë njohje të mira aty. Ky ka qenë edhe qëllimi im kryesor, nuk e kam pas Big Brotherin diçka parimore nga e cila varej profesioni ose jeta ime, sepse unë tashmë i kam ndërtuar gjërat e mia, jam i fokusuar vetëm te sporti, te futbolli. Po edhe pse nuk kena qenë brenda me shtëpi, un kam një shoqni shumë të mirë me Zebërvogin, me Mariusin. Kam kriju raporte shumë të mira. Kam taku madje dje edhe motrën e Danjës që jeton këtu në Toronto. Me Danjën kam kriju raporte shumë të mira, të cilat mendoj që do i kemi dhe jashtë. Gjithashtu dhe me Jozin kam kriju raporte të mira, edhe me Aldon kam kriju raporte të mira, edhe me Laertin. Por besoj për bashkëpunim me Aldon edhe me Zebërvogin, sepse siç e kam shprehur edhe aty, dëshira ime dhe si tip ëndre e paralizuar akoma është që të marr pjesë një film me nivel, kështu që mendoj që me Zebërvogin dhe me Aldon.
do kem bashkëpunim. Indrit, çfarë do sugjeroj artistëve nëse do ju shkonte një ftesë për të futur në Big Brother, të futeshin dhe a është trampolin për t'u hapur dyert për gjëra më të tjera më të rëndësishme? Shiko, të marrësh një ftesë nga Big Brother është një dhuratë shumë e madhe që mund të marrë dikush, sado i lartësuar të jetë si personazh dikush, është një eksperiencë që të vjen vetëm një herë në jetë, që arrin të njohësh veten në 360 gradë. Mendoj që shumica nëse nuk e pranojnë, është frika sepse ti kur e shef në ekran dikë, ai gjithmonë do shfaqet i mirë, ose kur e shef një artist në skenë, gjithmonë do shfaqet mirë para publikut, do ruaj etikën, do ruaj imazhin e tij. Por që Big Brotheri ndonjëherë të zhvesh nga ai statusi VIP dhe ti del ashtu siç ti vërtet je. Por mendoj që gjithkush që ta marrë një ftesë është një ftesë që të vjen vetëm një herë në jetë, është një eksperiencë që të vjen vetëm një herë në jetë, e papërsëritshme, gjë e mrekullueshme, kështu që mendoj që gjithkush duhet ta pranojë. Dhe pse jo, është një trampolin shumë e madhe. Kujtojmë rastin e Luizit, që ishte një trampolin tepër e fortë për karrierën e tij. Siç edhe ai është shprehur, se nuk po e them unë, por siç ai edhe u shpreh që domethënë ishte shpresa e tij e fundit, ishte guri i tij i fundit për jetën e tij, sepse ishte kishte arrit në një qorë sokak që nuk po dilte dot, kështu që Big Brother ishte një trampolin shumë e fortë dhe Luizi i mori më të mirat atij Big Brother. Çfarë do kishe bërë ndryshe nëse do ishe rifutur dhe një herë ose do e kishe luajtur dhe një herë lojën e Big Brother nga e parë? Nëse do isha rifut dhe një herë, nuk do kisha menduar që mund të dalë keq me njërin apo tjetrin banor sepse kisha krijuar një raport miqësor me ta, por nuk do falja asnjërin kudo që ta kapja gabim dhe do e leja pak sedrën për jashtë dhe do e leja pak karakterin, gjysën e karakterit, jo gjithë karakterit jashtë shtëpisë Big Brother dhe do luaja fort. Sepse shumë herë kam pas raste të përfshihem debate, por nuk e bëja dot sepse i binte të bëja debate me njerëz me të cilat unë rria gjithë ditën edhe nuk e kam pjesë karakterit tim që të bëj lojë në kurrizin e dikujt që unë haj dhe pi dhe kam një marrëdhënie të mirë me ta. Indri, shumë faleminderit për kohën dhe të uroj një fundjavë të mbarë. Faleminderit juve për ftesën, gjithashtu. Faleminderit.